bati dasëm në kafet madhe. Njeni bën dasëm. Kafet madhe është një lloj pikë referimi e Shkodrës. Pa mërësi se është mëllë tash për çështje proncijet e te, por nalt kishte hotelin. Kishin ardhur kosovartë. Në urdhën ishin shu hotelit për ta. A i bante dasën poshtë, në 300 vetë. Kishte thirrë dhe orkestrën. Në atë kohë ju vjen lajmi si nalt atje, një nans, i vjen lajmi se i kanë vërat 3 djelmt. Në Uçekes, i pron lajmin e vdekjes. Dhe këta të rënditen. Dhe jati i vajzë, i thotë vajzë, mas ja prishim asaj nane, thotë. Ti nesër shkon të burri, nesër ke dasmën të burri, thotë. Ta bajmë pa kanë, ju drejtohet miqve, këtyne të suë, 300 vetë, aty, kam kënë dhonë aty, nërta. Thotë, o miqë, më bani halal, nalt një nane, Kosovari i kanë vërat të rritjelmë. Ne këte kemi dasën. A vret keq me knona, ati ka gjamë. Pra ne, s'paklojmë. Ju orkestra, rrini, hani e pini, do t'ju paguj hakun. Ne s'po bajmë. Na pa, tanë, dakord. Po si shkën dasë ma pa, kjo, lokali ka një derë të vogël atje që komunikon të më hotelin. Mas janë gjysorit, kur po hapet e dera. Edhe hyn një gru si sonambull, me degërmit bardh. Hynë në sallat. Shikon. I drejtohet ti babës vajzat. Jo bre, jo. Nuk banë kështu. Mos ja bani qefin shkjaut. A i donë që të mos kena në dasma. A i donë që të mos kena në kangë. Jo bre, knoni. Nuk banë kështu. Knoni mare, i thot orkestrës. Ishte dhe Vjolca Luka dhe, ka që muka. Knoma i qikë, i thot. Në kishim met. Bjere maj mohat. Merët mikrofonin. Si e keni, thot jatë kangën. Edhe afrohet. Sa bukur na ka dal nosja. Kja ka për këto. E këto e sa bukur nga ka dal nosja. Shkaj e përqafoj nosën, edhe unë i svedaj. Nuk kishtë arrit derën atje në qoshe, kur kjo Vjolca Luka, e mërej kangën edhe, këmëjat kangën. Mos më prektit, shkja dërinicën, se kam gjalla, zim ka. 300 vetë në të e kënohat kangë. Aja u nalë, u këthy, rallë në gjojë, nga përshneti, më dhe i ko.